Çmimet e metaleve të çmuara janë rritur ndjeshëm pas arrestimit të presidentit venezuelian Nicolas Maduro nga SBA. Kjo ka shtuar shqetësimet e investitorëve për rreziqet gjeopolitike. Në tregjet aziatike të SHN-s, ari u rrit me rreth 1.8%, duke arritur në $4.408 për oncë. Argjendi shënoi një rritje edhe më të madhe, rreth 3.5%. Investitorët po kërkojnë asete të sigurta për të mbrojtur kapitalin e tyre, ndërkohë çmimet e naftës mbeten relativisht të qëndrueshme pa luhatje të mëdha. Bursat në Azi paqësor shënuan kryesisht rritje gjatë seancës së mëngjesit. Ari kishte arritur nivele rekord më 26 dhjetor me $4.549.71 për oncë dhe gjatë vitit 2025 u rrit me mbi 60%. Analistët thonë se çmimet e arit po mbështeten nga pritshmëritë në ulje të normave të interesit dhe blerjet e bankave qendrore. Ndërkohë, ekspertët thonë se ndikimi i ndërhyrjes amerikane në Venezuelë mbi çmimin e naftës do të jetë i kufizuar. Prodhimi i naftës në Venezuelë përfaqëson vetëm rreth 1% të prodhimit global dhe rikuperimi kërkon investime të mëdha dhe kohë. Megjithatë, tregjet e aksioneve në Japoni, Kore dhe Kinë u rritën më shumë nga zhvillimet pozitive në SBA dhe sektori i inteligjencës artificiale sesa nga situata në Venezuelë. Investitorët po ndjekin me vëmendje çdo zhvillim të ri për të vlerësuar rrezikun global. Analistët paralajmërojnë se tensionet politike mund të ndikojnë edhe në çmimin e metaleve dhe energjisë në ditët në vijim.